Nuk kemi na persona që duhet me gjyku një ndjesi të saj, qoftë e ka ndjesi për lojë, apo e ka ndjesi vetë ndjesi për trupit, për qelizave trupit të saj. Përderisa është pjesë një informati si Big Brother na e kena drejtën e botës me gjykuar me para gjykuar me vendim. Se nuk e kemi na të drejtën me gjyku Labinot Rexhen, i cili fat 5 vakte, dhe përket tek pjesa Shamis së Albes, prapse prap jam edhe i mendimit të Ariolës, ndjesinë e saj nuk e din kërkush. Do më thonë, mendimet tona, analypen është ajo krejtësisht diçka tjetër. Na jemi për me dhonë mendime, me dhonë mendimin tonë personal. Po, qka u bo diçka jo e mirë ndaj Albes, kur Alba u shëndru në një sensacion të rrjeteve sociale, mbramjen kur ajo vendosi për me dalë nga aty, edhe vendosi për me vënu Shamin. Nuk kemi na që duhet me gjyku këtë pjesë, nuk për flasë për panel, për flasë për publikun, nuk kemi na persona që duhet me gjyku një ndjesi të saj, qoftë e ka ndjesi për lojë, apo e ka ndjesi vetë ndjesi për trupit, për qelizave trupit të saj. Përderisa është pjesë një informati si Big Brother na e kena drejtën e botës me gjykuar me para gjykuar me vendim me çka dojna me bojna. Sikur edhe ne vështu që jena në panel, jena panelista e natyra publike. Kështu që këtë kanë drejtë edhe neve me na gjyku. Se nuk e kemi na të drejtën me gjyku Labinot Rexhen, i cili fat 5 vakte dhe i cili për ndjek, jo se kërkush e përmendje ato, i cili për ndjek gjatë gjithë këtu plas, këtu. E ka për ndjek gjatë gjithë kohës, po atë nëse është fjala për fe, po flasëm edhe për fenë Labinot Rexhen, që i ndjek gjatë gjithë kohës fenat nga mbrapa, i për ndjek, që i ndëgjon në për toaletë, sikur Alben, që i ka për ndjek, që i ka ofendu, i ka bullizu gjatë gjithë kohës. Edhe më fund feja, zoti, shumë e madhe që njerëzit kanë jepë edhe gjatë. Pra gjatë, e shkru në qeken, këtu vetëm kur është në nominim,